Ka dy parime të cilat janë guri themelit në një proces akuzator, si që duhet që të jetë. Së pari është prezumimi i pafajsisë dhe së dyti është që bara e provës nuk ndodhen mbi të pandeurin, por bara e provës ndodhen mbi organin e akuzës. Si pas parimit, aktori si kubi probatio. Është një parim që në momenti që sistemi nuk është më inkuzitor, por është sistem akuzator, ashtu si që duhet të jetë, bara e provës ndodhen mbi organin e akuzës. Masa e sigurimit ares me burg, përveç se nga përjashtimi është kthyer në rregull, sigurisht që sjell dhe cënimin e këtyre dy parimeve. Pas pari, një person i cili ndodhet prapa hekurave, vizualisht, metaforikisht dhe ligjërisht nuk prezumohet më i pafajshëm edhe në sytë e gjykatës, dhe së dyti, bara e provës nga organi i akuzës, pra nga organi procedurial, kalon te i pandeuri dhe mbrojtësi. Shiko, dhe unë ngrita editorial. Pra ideja është, shiko, unë mendoj që prap ka vend për interpretim. Pse ka vend për interpretim, them unë? Sepse nuk mendoj që një person i cili është nën akuzë për grup të organizuar kriminal po flas. Pra unë nuk mendoj që një person që është mbi 41, që është për grup i struktuar kriminal, që është i akuzuar për vrasje të personave me cilësi spikave, ku them policë, prokurori, gjykatës etj. Mund të rri për krah avokati ti në një vend si Shqipëria. Në vend si Britania ndoshta, në vend si Shqipëria jo. Por le të themi këtu pastaj han debat në cilën akuzë ti ke drejt mos rish në ato pozicion, dhe cilat akuzat të lënë realisht në pozita të izoluara. Për shembull, mega proceset e mafjes italiane në mes viteve 90 u bën në këto kushte, pra ata rinin në qeli të izoluara, me xham, të blinduar etj, ndërpjume etj. Pra ka shumë arsye pse ti ri prapa atij gardit të blinduar, të xhamit apo të ekur. Nuk jam i sigurt që është ky rasti i Beshajt, por edhe i Metës, edhe i Veliat, me thënë vërtetën. Për sa kohë akuzat janë ato që janë publik. Le t'i bëjmë dy gjëra. Së pari, Kodi i procedurës penale thotë që të gjithë të pandeurit dalin në gjendje të lirë përpara gjykatës. Në gjendje të lirë nuk kupton jo vetëm pa pranga apo pa mjete të tjera shtrënguese, por si qytetar të lirë. Pra nuk thotë për një sërt kategori të caktuar veprash penale. Dhe duhet thënë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, përveç një salle, gjithë të pandeurit e tjerë dalin si qytetar të lirë përpara gjykatës. Përfshirë ata që janë përfshirë edhe ata të cilët të përvrasje dhe vepra të tjera penale shumë të rënda, ulen për krah avokatit. Dhe ngjarja tragjike e humbjes së jetës së gjyqtarit nuk ndodhi nga këta persona të cilët dilnin në gjendje të lirë.